10 ditët e Dhul-Hijhes. Një hoxh në një fshat të largët u tha besimtarëve: "Këto janë 10 ditët më të bekuara të vitit, mos i lini të shkojnë kot." Disa e morën seriozisht, u falën, agjëruan, dhanë sadaka, por disa të tjerë bënin shaka, talleshin. Janë thjesht ditë si gjithë të tjerat. Njëri i quajtur Elmin vendosi t'i përkushtoi plotësisht. Çdo ditë bënte një vepër të mirë, ndihmonte të moshuarit, u jepte të urriturve, lutej me zemër. Në ditën e 10 ai u ndjej më i lehtë se kurrë. Ndjeu një ndriçim të brendshëm. Ai e kuptoi se vepra e mirë në këtë ditë ka shumë fishim dhe ndikim të madh në shpirt. U bë shembull për të rinjt e tjerë. Prej asaj kohe, në fshatin e tij, 10 ditët e Dhul-Hijhes nuk kaluan më pa u përmendur. Ndaj, bëhu shembulli i mirë në fshatin tënd, në qytetin tënd, në lagjen tënde, kudo që ti jeton, bëhu shembull i mirë. Përkujtoj këto data kuranore, ku dhe Zoti i ka përmendur në Kuran: "Wal fajr wa layalin ashr." Prandaj, Zoti kur betohet në agimin, në tekun, në çiftin, në 10 ditëshin, donte na tregoj se këto 10 ditë të Dhul-Hijhes kanë vlerë madhështore. Dhe këto janë 10 ditët që pasojnë pra me Kurban Bajramin, që është festë për mbar besimtarët në botë. Andaj këta besimtarë musliman në botë e festojnë këtë festë të bekuar, ashtu siç të tjerët festojnë festat e tyre, dhe ne si besimtarë festojmë festën e Kurban Bajramit. Dhul-Hijja është 10 ditë, ato 10 ditë duhet të jenë 10 ditë të fitores, 10 ditë të bamirësisë, 10 ditë të istighfarit, 10 ditë të lutjeve, 10 ditë të afërsisë me familjarët, me farefisin e kështu me radhë. Zoti na mundësoft që këto 10 ditë t'i përjetojmë dhe të bashkë veprojmë vepra të mira në këto 10 ditë të bekuara.